Shkodra ka qenë ndalesa e rrallës e ministrit të shtetit për çështjet vendore Bledi Çuçi për reformën administrativo-territoriale. Edhe në këtë qark, përfaqësuesit e djathtë bojkotuan takimin e organizuar në Grand Hotel Europa me përjashtim të kryetarit të Bashkisë së VAUTD-s. Duke cilësuar si krye reformë për Shqipërinë, ministri Çuçi tha gjatë fjalës së tij se aktualisht të gjitha fondet shkojnë për administratën dhe 50% e komunave nuk kryen asnjë investim publik. E si për ta bërë më të qartë këtë panoramë aktuale, ai shtoi se 71 komuna vetëm në qarkun e Shkodrës nuk mbledhin asnjë taks. Kjo ndarje që kemi sot nuk reflekton as pak ritmet e zhvillimeve ekonomike, sociale, demografike dhe infrastrukturore pas ndryshimeve demografike që filluan në vitin 1991. Në bashkitë më të mëdha ka probleme të zhvillimit që duhet shkojnë përtej vijës së tyre administrative. Por dhe të koordinimit për çështje të caktuara si planifikimi urban, kontrolli i territorit apo menaxhimi i mbetjeve dhe mbrojtja e mjedisit. Ndërkohë, njësitë e vogla të qeverisë vendore janë gati të paralizuara. Dhe këto fonde të qeverisë qendrore shkojnë për të mbuluar shpenzime administrative dhe për të mbajtur personelin dhe administratën e tyre dhe nuk i kthejnë asnjë shërbim qytetarëve apo nuk kryejnë asnjë investim publik. Kështu sot nga 308 komuna që ka Shqipëria, rreth 50% e tyre nuk krijojnë asnjë të ardhur dhe nuk kryejnë asnjë investim. 71 nga këto komuna nuk mbledhin taksa, pra nuk gjenerojnë fare të ardhurat vendore. Ndërkohë, në një vit, taksa paguesit shqiptar paguajnë 25 milion dollar për të mbajtur administratën e komunave, vetëm të komunave. Situata në tërësi paraqitet grime pjesën më të madhe të këtyre njësive vendore, ku sipas llogaritjeve 60% e tyre varen nga buxheti i shtetit, si dhe ka një numër të vogël banorësh që jetojnë atje. Në zona malore, ku mbi 40% e komunave kanë më pak se 2000 banor. Komuna të tilla, si Blerim, Vignel, Gjegjan, Qerret, apo në raste ekstreme si komuna Shllak, që ka 671 banor, apo Shosh 304 banor, ndoshta komuna me më pak banor në gjithë Shqipërinë, nuk ka asnjë mundësi qeverisje. Nuk mund të flasim për pushtet vendor apo për autonomi lokale kur kemi njësi që mbledhin deri në 10% të taksave lokale në buxhet, kur çdo investim vjen nga buxheti i shtetit. Së ndryshe, mbi 60% e komunave të qarkut Shkodër janë totalisht të varura nga buxheti i shtetit dhe janë totalisht jashtë funksionit si njësi vendore. Si mundet që komuna Shllak apo komuna Temal, që ka 100 herë më pak popullsi se Bashkia e Shkodrës, kanë 8 herë më shumë punonjës për 1000 banor se sa Bashkia e Shkodrës. Përfaqësues e njësive të qeverisjes vendore, drejtues të forcave politike, klerik fetar, përfaqësues sektorit privat dhe shoqërisë civile ishin pranishëm në konsultimin publik në Grand Hotel Europa, ku prezantuan kriteret teknike që do të përdoren për ndarjen e re administrativo-territoriale. Qarku i Shkodrës renditet i 5 në vend sa i përket numrit të popullsisë dhe i dyti sa i përket sipërfaqes. Ky qark është i përhapur në 3 rrethe që përfshin 5 bashki, 6 qytete, 29 komuna dhe 269 fshatra.